Të nderuar xhamatli, e falenderojmë Allahun, krijuesin ton dhe të gjithësisë. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin, gjithçka i bojmë Zotit, krijuesit, mëshiruesit, shërbërësit, falësit dhe mëshiruesit të ditës së gjykimit, Allahut ton të dashur. Selame dhe selavatet tona më të sinqerta u dërgojmë pejgamberëve të tij në përgjithësi dhe në veçanti volës së të gjithë pejgamberëve, më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të pastërt dhe më të ndritur që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. E ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit Teala qofshin mbi të dhe mbi të gjithë ne besimtarë dhe musliman që me shumë krenari dhe me shumë përulltësi e pasojmë rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve taala, krijuesi jon dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, edhe sot në këtë ditë madhe të xumos e falenderojmë Allahun që na i ka begu zemrat, shpirtat edhe mendjet tona që me e kuptu vlerën, qëllimin, arsyeën e kësaj dite, por e lutim Allahun me na ndihmue qysh e kena kuptu vlerën e kësaj dite, me kuptu edhe vlerën edhe arsyeën edhe qëllimin në përgjithësi të jetës, të ardhjes, të lindjes edhe të jetesës në këtë gjithësi. Pse? Për çka? Çka o qëllimi? Pse Allahu na ka kriju edhe pse jetojmë na? Që është ndoshta për i pyetjeve që edhe duhet shtu, edhe duhet thonë ne, edhe duhet bove të vetës, por edhe duhet studiu kjo pyetje, nga se njerëzimi në përgjithësi, por edhe na musliman fatkeqësisht, po vujmë nga kjo paqartësi, po vujmë nga kjo pyetje, pse jena kriju? Çka jo qëllimi jonë? E kjo pyetje ka qepa qartë për disa që nuk po dojnë me gjetë lehtë këtë përgjigje, i ka shty dhe po i shty njerëzit në arsye, në gjurmime të ndryshme, në veprime të ndryshme. Këtë javë në ligjerata në psikologji, po ndëgjoj, po na tregon një profesorishta, a e dini që ka institute në përbot, të cilat janë të themeluara dhe bojnë marrëveshje me njerëzit. Unë du me jetu veç 60 vite. Dhe shkoj e bëj kontratën në atë institut, janë institutet të licencuara prej shtetit, shkoj e bëj kontratën në atë institut, që kur t'i bëj 60 vjet, me u dorëzu aty, dhe pas disa analizave, kontrollave, kështu me radhë, ata me ardhë deri te vendimi, me ja marr shpirtin njeriut. Institut i licencuar edhe i shtrejt, bajagi shumë i kushtueshëm për me pague, dhe aty nuk mujnë me përfundu gjithkush. Po kush? Do milionera, do multimilionera në mendimin ton milionera. Po të vorfun, më të vorfunit në rruzullin toksor i quj unë ata.
Pse ka arrit situata deri në këtë pikë te njeriu? Veç për shkak të mosdijes së qëllimit të ardhjes së njeriut në këtë botë. E çata multimilionerat, të cilët janë bo multimilionera, janë bo milionera, po bohen milionera dhe po kujtojnë që qëllimi i njeriut primar, kryesor i ardhjes në dynjë është veç mu bo milioner, a i bohet milioner. Pasha madhnin e Allahit, pasha premtimin e Zotit që na i ka dhonë, se cili prej neve që dojna edhe punojna, mujna mu bo milionera. Se cili prej neve. Bile, pak me na këshyr, krejt jena milionera. Po pse këta me orë deri në këtë pikë që me bo marrëveshje me dikon, me ja marrë shpirtin në një moshë caktume, veç për shkak të friges nga përfundimi, veç për shkak të mosdijes së qëllimit të ardhjes si njeri në këtë botë. Ai e ka qëllim mu bo milioner. Bohet milioner edhe qka? Ajo brenga e brendshme nuk i pushon. Kushon njerëzit ma të pa rahatum në këtë botë, ajo në fukarot që hikin për buk, ajo në ata milionerat që s'kan besim në Zot. Wallahi, billahi, tallahi, që ata milionerat që nuk kanë besim në Zot, që ata janë njerëzit ma të parahatumit në rruzull. Se ky fukaroja, ky menon që nuk ju mbo milioner hale, për që ata une po hjekje, e kam atë zelin për brenda, nuk u merë gjumje, nuk bohën a rahate, hajde të bohën a milioner. E ai që u bo milioner, apet nuk u rahatu, apet nuk u qetësu, apet atë rahatin që edhe atë qetësin shpirtërore nuk e ka përjetu, çka ndodh? Ai do të më shkuën në institut, edhe me thonë, nuk po di për çka po jetoj. S'po kam arsye të jetës më shumë. Milioneru bona, kirre bona, pasuni bona, shtëpia bona, gjithçka bona, çdo sen e bona. Po diçka hale për brenda po. Që gjo veç nuk bën me keq kuptue se Islami nuk thirr mu bo milioner. Islami thirr mu bo multimilioner. Islami thirr mu bo maj posuni, maj forti, maj fuqishmi në botë. Ama mëso, lexo, studio, arrit, pa e harru që Zoti është Allahu, edhe është krijuesi, edhe mëshiruesi i jyti edhe i jami. Pa e harru Zotin, mu bo milioner. Sepse Allahu te bareke ve taala në Kur'an na është drejtu duke na thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk I kam kriju as e gjenet, as njerëzit, për as gjë, për as një qëllim, illa liya'budun, vetëm që të madhurojnë, të më nënshtrohen, të më përulen mua. Dhe në një tjetër ajet Allahu xhelle shanuhu po thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an. Adhurojeni Allahun dhe mos I shoqëroni atij asgjë. Pra qëllimi primar, kryesor I njeriut nga ona Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu I krijimit të njeriut është me adhuru Allahun te bareke ve taala. Dhe më vonë
edhe një tjetër ajet madhështor, Allahu te bareke ve teala po në drejtohet duke na thonë Bismillahirrahmanirrahim, Ja ejuhan nasu ubudu rabbekum alladhi khalaqakum la'allakum tattakun. O njerëz, adhurojeni Zotin tuaj I cili ju krijoi që të bëheni të devotshëm, që të bëheni të sinqert. Dhe kur bëhemi na të sinqert dhe të devotshëm, edhe kur të bëhemi milionere, multimilionere, gjithçka, nuk e harrojmë Allahun te bareke ve teala. Nuk lkundemi, nuk largohemi nga boza e adhurimit të Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, sepse edhe varfëria e skajshme, edhe pasuria e skajshme, edhe pozita e skajshme ka rrezik njeriu me quhe në mendje madhësi edhe në largim prej bazamentit, për ta njoft, për ta adhuru, për ta falenderu, për t'ju përul edhe për t'ju nënshtru vetëm Allahut Zotit e bodëve. Pra, sinceriteti, qëllimi, baza e krijimit dhe sinceriteti në adhurim është cilësia, virtyti I radhës I Muhammed Mustafas alayhi salatu vesselam, I cili na tha në një hadith të tij, innamal a'malu binniyat. Me të vërtet kemi kujdes në pastrimin, në dlirësimin e qëllimeve tona, në jetët tona, në veprat tona, në veprimet tona, në udhëtimet tona, në çdo gjë tonën që e bojmë, sepse Allahu xhelle shanuhu nuk ka me e shpërbly askënd, asnjë vepër tonën në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë tjetër, përveç në bazë të niyetit edhe të qëllimit që e kemi pasur me kry atë vepër. E niyetin edhe qëllimin që është shumë I brendshëm, e din vetëm Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Unë këtu para juve ka mundësi me u paraqit shumë I sinqert, shumë I përulun, shumë I përkushtuar maksimalisht, ama qëllimi ka mundësi me u mshef. Edhe njerëzit ka mundësi mos me e pa atë qëllim të fshehur tonin. Kush e sheh ato? Allahu te bareke ve teala. Dhe çdo vepër tonën ai e shpërblen në bazë të niyetit edhe në bazë të qëllimit që na e kemi me e kry. Pra, thirrja e radhës e kësaj gjumaje është sinceriteti në veprat tona, pastrimi I nijeteve edhe I qëllimeve edhe I zemrave edhe I shpirtave tonë, sepse ka mundësi veprat tona nesër Allahu te bareke ve teala me na I hudh në bazë dhe për shkak të niyetit jo të pastër, jo të drejtë dhe jo të mirë. Allahu xhelle shanuhu na I mundsoft, na I lehtësoft që t'i pastrojmë niyetet tona, t'i pastrojmë qëllimet tona, ta dim arsyeën, qëllimin e ardhjes tonë në këtë botë, mos ta humbim asnjëherë drejt peshimin dhe bazamentin kryesor, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Se nuk na ka kriju Allahu te bareke ve teala për asgjë tjetër, por vetëm që t'i bojmë ibadet, ta adhurojmë, ta falenderojmë, të bëhemi multimilionera, pa e humb arsyeën, qëllimin e ardhjes tonë në dynjë. Ta rrim në kulminacion, kudo që është kulmi I ngritjes tonë intelektuale, profesionale,
morale, çdo gjë, po jo me harru Allahun te bareke wa taala. Sepse ka i herë po i shohum, ai keni po këta që morrin pozita, ndoshta është prej adhuruzve të mirë të Zotit. Tup i vjen puna mu bo kryetar, mu bo minister, mu bo zavendësministër, mu bo president, mu bo polic, mu bo komandant, mu bo, edhe çka? Veç kur te paish pret atje te dyrë të xhamisë, do kënë tash me fol gjumon se u bo minister, u bo president. Veç kur te paish atje me një rast varrimi, u bo gaditën aty. Nuk vjen me hinë rend me fol gjumon se o marrë me po dikush presidentin, ja kryeministrin, ja nuk i ngrit durt me bo duo, deri tje që ka bo duo, për dikon, po tash shkan i përullet aty para vorrit se tash qështu e lyp. A di kush e lyp shtu? Veç shejtani që ko qef me na devijue, me na i rrit mendjen. Allahu na ka dhon pozit, edhe na ka dhon pushtet, e si të vina në pushtet ja kthejna shpinën, Allahu na rujt. Sadakallahu l-azim.